nga ndaj policisë. Nuk e di se është sakt kjo, do ta verifikojmë me kolegët tanë në terren. Edhe pse ai është në mblidhet në rrethim. I vetmi akt I përgjegjshëm I tij është të deklaroj fundin e tij, shkrirjen e tij dhe hapjen rrugë për zgjidhjen që kërkojnë mbar rinia dhe qytetarët shqiptar. Çdo akt tjetër është fund e krye I pavlerë. Ndaj dhe ne kërkojmë sot vetë shpalljen, shkrirjen e këtij parlamenti. Ky është, them dhe njerë, I vetmi vendim I drejtë që parlamenti mund të marrë sot. Faleminderit. Përbërjen e parlamentit ka kërkuar lideri I opozitës në këtë çastin në deklaratë parahyrjes, ndërkohë shoh pamje të pasojave të lëndëve